Nëse rrobat e reja I vishni pa I larë më parë, urgjent duhet ta dëgjoni këtë. Le të jemi të sinqertë, shumë prej nesh lajmë vetëm të brendshme çarçafë dhe peshqirët para përdorimit, ndërsa rrobat e reja shpesh I veshim direkt. Cila është arsyeja kryesore? Rrobat janë të reja dhe koha kur dikush mund t'i provojë para nesh duket e parëndësishme, por më tepër nuk duam të rrezikojmë të prishim ngjyrën ose pamjen e blerjes së sapo ndodhur. Megjithatë, ekspertët këshillojnë se është e domosdoshme të lajmë çdo rrobë të re përpara se ta përdorim. Lana Hook, një prodhuese rrobash, shpjegon dy arsye kryesore. Së pari, procesi I provimit mund të lërë rrobat me shumë bakterie. Së dyti, shumë prej tyre mbahen në kimikate që mund të shkaktojnë reaksione të rënda të lëkurës. Hook thotë se fibra natyrale trajtohet me kimikate dhe mund të çojë në probleme si dermatiti. Duhet patjetër t'i lani rrobat përpara se t'i vishni, pasi mund të shkaktojnë komplikacione në shëndetin e lëkurës.